Adheu është dashuri madhështore, është dashuria me sublime. Dhe ne do punojmë që adheu ynë, Shqipëria, të bëhet madhështore. Miqtë e mi, themelet e programit të Shqipërisë madhështore qëndrojnë para zgjithash. Mbi atë themel që ka shkëlqyer në shekuj madhështia jonë kombëtare, familjen shqiptare. Familja shqiptare ka qenë dhe mbetet faktori themelor i ekzistencës kombit shqiptar. Ka qenë dhe mbetet faktori kryesor i dinjitetit, i solidaritetit, i njerëzisë, i edukimit të shqiptarëve. Familja shqiptare njohu këto kohë një agresion që se kishte përjetuar kur në historinë e saj. Ky agresion erdhi nga ekstremi i majt i George Sorosit, padrinos së Edi Rams. Në shkolla, në kopshte, fëmijëve ju mësohej të shunin nga gjuha e tyre, fjalori i tyre, fjalën nën dhe baba. Prindrit t'i emërtonin me numra. Familja po bëhej gjithçka që të rrafshoheshin vlerat e saj. Jo, ne i themi jo përfundimisht kësaj politike. Ne për ne. Familja është sa hynora aq toksore. Vlerat e saj janë të paprekshme. Do bëjmë gjithçka. Do bëjmë gjithçka. Do bëjmë gjithçka për solidaritetin. Do bëjmë gjithçka për mkëmbjen. Do bëjmë gjithçka për mirëqenien e saj. Qeverisja e ardhshme do ketë Ministrinë e Familjes, me të cilën e cila do zbatoj politikat më të avancuara të mbështetjes familjes shqiptare. Familja do mbështetet me bonus për fëmijën e parë, për fëmijën e dytë, 70 euro, 60 euro. Do mbështetet nga linja gjerë në 23 vjeç për çdo gjë për fëmijën e tretë. Koha solli që sot me qindra mijëra familje janë me nëna kryefamiljare. Unë i garantoj ato se qeveria e ardhshme do të bëjë gjithçka për të lehtësuar, për të zgjidhur çdo mungesë dhe çdo problem që ato kanë. Se fëmijët e tyre do kenë 200 euro minimum jetik. Se qeveria për ato do bëjë gjithçka për suksesin e bizneseve të tyre. Miqtë e mi, tek flasim për familjen, është shumë e qartë se zemra e saj, se epiqendra e saj është nëna, është gruaja, është motra, është vajza shqiptare. Na edhe ne zotohemi këtu para jush, se me vendospërinë më të madhe do të luftojmë së bashku me ju, të rrëzojmë murin e patriarkisë, të dhunues, të verbër, të drejtave të njeriut,
këtë mur që mban gjallë diferencat midis nënës dhe babait, midis motrës dhe vllaut, midis burrit dhe gruas, midis vajzës dhe djalit. I garantoj gratë dhe vajzat se do bëhet gjithçka për sukses të tyre, se bizneset e tyre do mbështesen me linja të veçanta, se ato që quhen shtëpiake do shpërblehen për punën e tyre, për punën që bëjnë. Miq, unë kam një falënderim të madh sot për gratë socialiste. Dje ato gra fisnike jashtruan në disfat, shohun njeriut më mizogen në pushtet në Europë e Dirams. Dhe u detyruat thoshte në anturazhin e tij se na ka pas syri i keq. Për çfarë sy ti e i keqja vetëm? Ku ka sy të keqit që ti e keqja? Pa ka të keqe më të madhe se atë që i largon nënës, vajzën dhe djalin nga shtëpia për rrugët e botës. Po ka të keqe më të madhe për një zonjë, për një grua, për një motër, se sa tu largosh burrin nga shtëpia për të siguruar kafshatën. A ka të keqe më të madhe se ti me bulizmin tënd, me mizogenin e bëjfamshëm, ke nxitur në mënyrë mizore dhunën kundër grave.